si e keni parë ju atë? Po, besoj se mesazhi që u desh përcjellet është përcjellur që edhe pavarësisht kufive politik që i kanë vendet tona, ajo më e çmuara që na bashkon gjuha jonë anëtare përsëri është e primare dhe edhe sot në shekullin 21, në vitin 2026, përsëri na bashkojnë në të dy shtetet shqiptare fqinj që i kemi ne këtu. Dhe çfarë po ndodhe në fakt me ligjen sa i përket të gjuhëve, kërkesës tuaj që provimi i jurisprudencës të mbahet në shqip dhe jo vetëm ai? Po tani kërkesa jonë është të rritur që jo vetëm provimi i jurisprudencës, po të paktën të gjitha provimet profesionale të jepen në gjuhën shqipe, si dhe zbatimi i gjuhës shqipe në nivel shtetëror në për të gjitha institucionet. Ajo që kemi parë është që pas protestës parë të dytë në Shkup dhe të tretës në Tiranë, qeveria doli me një zgjidhje ende të cilën nuk e kemi parë në draft ligj apo diçka të tillë. Anashkalojnë kërkesën tonë që kemi patur për zbatimin pa ekuivok të ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe kanë bërë një farë lloj harmonizimi të cilën ende nuk e kemi pasë se si, po përsëri insistohet të dërgohet në Komisionin Venecian, edhe përsëri është gjysmake, domethënë parashihet që pjesa teorike e provimit të mbahet